Ish banorja e Big Brother VIP 4, Loredana Brati, ka qenë e ftuar në Pardon My French, ku ka komentuar rrugëtimin e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Jo vetëm kaq, pasi ish banorja që e la garën në gjysmëfinale, tha nga një fjalë edhe për disa nga ish konkurrentët dhe finalistët. Por në një moment të intervistës, Loredanës ju drejtua pyetja. Mendon se do e kishe kapur finalen nëse nuk do ishe në një lidhje me Jozin, e ke menduar këtë pjesë? Brati u shpreh se nuk mendon ashtu. Unë mendoj se nuk ka të bëj shumë ajo pjesë, sepse arrita që të dalloja Loredana Bratin nga Jozefin Marku, ishte çështje numrash. Kujtojmë se Loredana dhe Jozi u njohën brenda shtëpisë së BBV4 dhe lidhja e tyre ka patur shumë ulje dhe ngritje. Pas daljes nga reality show, ata ende nuk janë takuar për shkak të incidentit të paprecedent që ndodhi gjatë primet të gjysmëfinales, ku ish banori gjuajti me shpull gjestin. Lidhur me këtë, Loredana tha dje tek emisioni Shqipëria Live se teksa po dilnin nga shtëpia, Jozi I kishte kërkuar falje për çfarë ndodhi.